Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilim, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua të ndaloj tek një dyshe fantastike në fakt që na kanë shkëlqyer në Ferma VIP. Një shoqëri që u prit shumë mirë nga publiku, një shoqëri që u duartrokit pafund nga publiku, një shoqëri që në fakt nxori një dimension tjetër të shoqërisë. Të gjithë ishin skeptik a do të vazhdonte Mimoza edhe Bujaka shoqërinë jashtë, por lëvizjet e fundit të tyre e konfirmuan që shoqëria me patjetër që vazhdon dhe është një nga shoqëritë më të bukura, një nga shoqëritë më pozitive dhe me më shumë adrenalinë. Mimoza dhe Bujaka janë duke kaluar çastet më të bukura në shoqërinë e tyre. Do të prisja në fakt një emision të përbashkët, realisht e them këtë, do të prisja një podcast të përbashkët, sepse sot podcastet janë shumë aktive dhe janë duke bërë namin në rrjetet sociale, por në asnjë mënyrë nuk do të prisja një shoqëri që do të sillte një këngë që realisht është përqafuar pafund nga publiku që ditën e djeshme. Bujaka dhe Mimoza kanë sjellur një projekt fantastik, kanë sjellur një projekt që realisht e ka bërë për vete të gjithë audiencën shqiptare, një këngë që ka shumë ngjyra në mes, një këngë që ka shumë energji, që Bujaka në stilin e tij është perfekt si DJ, por edhe në stilin e këndimit, do me thënë është superior, por dhe Mimoza është superlativ me atë vokalin e saj të butë dhe plot energji. Kënga është pranuar shumë nga publiku, do me thënë është komentuar shumë, si që duket Bujaka dhe Mimoza vazhdojnë ta shfrytëzojnë pak edhe famën, por edhe shoqërinë, dhe ne kemi arritur të kuptojmë që marrëdhëniet e tyre janë harmonikisht shumë korrekte, janë harmonikisht shumë të lumtura dhe janë marrëdhënie shumë pozitive. Do të thënë janë marrëdhënie që dhurojnë energji shumë të mirë dhe dhurojnë shumë pozitivitet. Unë shpresoj që Bujaka dhe Mimoza të vazhdojnë me këtë ritëm të shoqërisë. Unë i përgëzoj për këngën e keni në platformën digjitale në YouTube dhe shpresoj që gjërat ju vijnë gjithmonë kështu, me surpriza dhe me shanse që realisht nuk vinë shpesh në jetë, janë shanse që vinë rrallë në jetë. Do të thënë janë pranuar fort nga publiku dhe po dhurojnë energji të mirë tek publiku shqiptar. Si e keni pritur ju këngën e Mimozës edhe Bujakës?